Panine të mbushura me djath kaçkavall, me një aromë dhe shije fantastike dhe shumë e pëlqyeshme nga fëmijët. Nëse jeni ndjekës të rregullt të profilit tim dhe keni arritur që ta bëni brumin e fermentuar apo tharmin në bazë të recetës time, do t'ju sugjeroja që ta provonit dhe këtë recetë. Brumin e kemi zënë si zakonisht për bukë, e kemi lënë të fermentohet 6 deri në 7 orë dhe më pas do ta ndajmë në pjesë të barabarta. Çdo pjesë të ndarë do ta mbushim brenda me djath kaçkavall. I palosim në këtë mënyrë dhe i rrumbullakosim mirë para se t'i vendosim në një tavë. Tek tava kemi vënë letër pjekje me qëllim që mos të ngjiten poshtë dhe pasi kemi vendosur do t'i pudrosim pak me miell, i mbulojmë me një rrobë dhe e i lëmë që të pushojnë të paktën 30 deri në 40 minuta derisa brumi të ketë ardhur përsëri. Do t'i pjekim në furrë të nxehur para kohe në 200 gradë për 45 deri në 50 minuta. E lëmë që të pushojë të paktën 15 minuta para se të shijojmë bukën e ngrohtë bashkë me aromën fantastike të djathit. Uroj dhe shpresoj që ta provoni dhe këtë recetë.